Në kulmin e debatit se nëse 3 ligjet po pengojnë integrimin e vendit, edhe ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, i cili ka vizituar për herë të parë Shqipërinë, ka bërë thirrje për një proces të ndershëm zgjedhor, duke ndenjur në të njëjtën linjë me diplomatët e tjerë ndërkombëtar. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp, pas takimit kokë më kokë me homologun e tij shqiptar, Edmond Panaritin, Westerwelle ka vënë theksin te dialogu mes forcave politike. Shqipëria përqendron vështrimin e saj drejt Europës dhe ne këtë e përshëndesim, por për këtë duhen plotësuar disa kritere. Ekziston konsensus në shoqëri për perspektivën europiane. Ky konsensus duhet të gjejë vend edhe në politikë. Demokracia, sundimi i ligjit, pavarësia e gjyqësorit, por mbi të gjitha zgjedhja e marrëmarrëveshjeve ndërmjet dialogut dhe jo polemikave të ashpra. Prandaj është e rëndësishme që zgjedhjet të zhvillohen mbi bazën e parimeve europiane. Nënvizoj dhe njëherë qëndrimin gjerman, është një linjë me miq dhe partnerët në Europë. Ne duam perspektivën europiane për Shqipërinë, por secili hap varet nga plotësimi i kritereve. Për këtë ka rëndësi jo vetëm të drejtat, por edhe zbartimi. Pasi të kemi marrë raportin, atëherë do të marrim vendimin tonë. Për sa i përket Gjermanisë, nuk ka as lëshime, as vështirësime artificiale. Ne këtë proces e drejtojmë vetë, ashtu siç duhet. Kryediplomati gjerman ka tërhequr vëmendjen edhe për deklaratat nacionaliste, duke theksuar se ndjenjat kombëtare duhet të trajtohen me kujdes, sidomos në një fushatë elektorale. Ndjenjat kombëtare duhet të trajtohen me shumë kujdes, sidomos në kohën e një fushatë elektorale. Qëllimi i përbashkët duhet të jetë që të gjitha shtetet e rajonit të jenë pjesë e BE-s dhe të gjithë qytetarët të lëvizin lirisht, por ne ndryshimet e kufijve nuk do të lejohen në Ballkan. Ndërsa ministri i jashtëm Edmond Panariti theksoi se ka marrë mbështetjen e homologut të tij për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa shtoi se Shqipëria nuk ka pasur dhe nuk do të ketë pretendime territoriale. Melioni përfitoi nga ky rast për të theksuar edhe një herë qëndrimin e qeverisë shqiptare për të patur marrëdhënie të fqinjësisë të mirë. Shqipëria do të vazhdojë të luajë si më parë rolin që ka patur në Ballkan, si promovuese e stabilitetit, e paqes dhe e prosperitetit në rajon. Shqipëria as nuk ka patur, as ka dhe as nuk do të ketë pretendime territoriale ndaj fqinjëve të saj. Dhe ne jemi plotësisht të angazhuar për të respektuar padyshim dhe pozicionin tonë në mbështetje të rekomandimeve të grupit kontaktit. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka shprehur edhe përshtypjet më të mira për Shqipërinë dhe ka siguruar mbështetjen e Gjermanisë në shumë fusha.